Vllaznia e futbollit të femrave luan në stadiumin Loro Buriçi ndeshjen e kthimit të turit të dytë të Europa Cup. Përballja e parë mes këtyre dy skuadrave u luajt një javë më parë ku skuadra e Interit fitoi me rezultatin e thellë 7-0, ndërkohë me këto shifra dizavantazhi për vllaznin kualifikimi duket i pamundur, por nga ana tjetër skuadra kuqeblu do të kërkojë të luajë me dinjitet për të arritur një rezultat pozitiv përpara tifozërisë shkodrane. Një humje që nuk na shkon përshtat realisht edhe pavarësisht mërzisë që kemi pas këto ditë që kanë kalu, jemi mënu duke bërë analizën e ndeshjes, duke pa ato gabimet tona, jemi mënu shumë në përservitje duke i gjyku dhe stafi edhe për mi rregullu sa ma shumë gabimet. Shpresoj që kena punu shumë taktikisht edhe besoj se edhe me dëshirë më të madhe pasi lëmë dhe në fushë tonë, do kemi mbështetjen edhe tifozave, vajzat do kenë dëshirë ma shumë dhe më luftu ma tepër me dhënë ma shumë fushën e lojës. Po besoj se vllaznia ma nuk ka asgjë për të humbur. 7 gola janë tepër, kështu që ekipi besoj se luajnë lirshëm. Nuk e ka më presionin e humbjes edhe të kualifikimit, kështu që për gjithë secilën prej vajzave është për me dhënë maksimumin edhe për me luajtë lirshëm edhe pse jo me dhënë më të mirë ndaj Interit. Nga ana tjetër, skuadra italiane e Milanos, e cila zhvilloi seancën e fundit servitore të kësaj pragndeshje në stadiumin Loro Buriçi, menjëherë pas vllaznisë jashtë kamerave deklaroi si me avantazhin e 7 golave në ndeshjen e parë, e ndjente veten shumë afër kualifikimit, por që gjithsesi çdo gjë do të vendoset në fushën e lojës.